Gani Krasniqi sot 77 vjeçar, me një ndjenjë unike, po e përjeton edhe këtë Ramazan. Ndonë se është Ramazani 65 që ai po e agjeron, emocionet dhe ndjenja Ramazanit e ka kapluar tërësisht veteranin e arsimit me 44 vite përvojë në supet e tij. Ai thot se agjerimi e bën të ndihet mirë dhe përkundër moshës nuk i paraqet asnjë problem, por i mbushet zemra me lumturi. Ramazan e një vjetër më i gëzueshëm më heq, a di qyshëm do, ke sikur më sa di sa let, me se më vullnet, edhe Zotin e ka bot më me din që Ramazani s'ka, që da dikush vështërsi. Ai që i ka me dy menje përse ato që ka fisi bile përse, as se njen bile, veç me gëzime për të. Gani Krasniqi thot se agjerimi për të nuk ishte problem as në kohën më të vështirë, kur ishte në front të luftës për çlirimin e Kosovës. Qysh në klasën e 6 ja kom nis me agjerua Ramazanin. Edhe vetëm në ushtri një vjetë e kom prisë rregullisht, edhe në gjatë luftës e kom agjerua, unë po gjithë lufttarët e zonës Llapit në vit frontin e kanë agjerua Ramazanin. Kushtet që konë vështira, po dashuria ndaj fesë, dashuria ndaj Ramazanit, ndaj që feja më mirë dhe më bukur, e kemi botë mundshëm dhe i kemi falë, s'kemi lënë bashkë pa falë. Me botë asë ka hasimi që shukon sët, edhe që shukon atëherë, ka ndryshimet mëdha. Sot i kemi kushtet e mira, sot i kemi xhamit e mira, janë të mushme plot me të ri që zemra më kënaqet kur i shoh ata njerëz, plot xhamia plot. Gjatë luftës ka pas shumë medresantë të cilët na kanë ndihmuar luftë edhe kanë treguar veten, ata Zoti i shpërbleft jo rabi gjithë ata që kanë marrë pjesë në luftën çlirimtare. Ai thotë se gjatë luftës kishte një ndjenjë të jashtëzakonshme, teksa rrëfen edhe për iftarët e asaj kohe. Po, edhe në front luftës kemi agjerua, ne kanë bon mëshme komandant ato, që mënë, ne kanë boj iftarën, ne kanë prekadi që është masë mjeti. I kemi pas kushtet e mira. Poplën e ka majt neve, mësë me konë poplën e nevojt, i kemi pas ushqimet ku jenë më të mirat, ne i kanë quë me tëna edhe kemi kalu ashtu që masë mjeri. Zotin e që i ke fuqin takatin, asë lasë se bëjshëm. 77 vjeçari tregon edhe për njërin prej gëzimeve më të mëdha që ka përjetuar në jetën e tij. 87 vjet i kom bon. Ka desh Zoti gëzim më të madh që pas 2 vjet para se me dalë në penzion, i mësuaj gjuhën ose alfabetin arab, lexoj Kur'an, knasi më të madh s'kam bile mulla Dardanisa im kam mësue, Remi, diku na ju mërzita vallahu më ke both arritën, thash vallahi mas ja kom nis çore pa mësue shije. Për çdo muaj e bëj kanë havat me. Ai tregon edhe për sfidat që kishte për të mësuar leximin e Kur'anit. Fillim po se i vjetër, 63 vjet, i pasha në zonë sa tëri, në zonë si që është në zonë fillestar, për 2 javë e mëson, se është shumë i lehtë alfabeti arab. Me nostalgji, tregon se si iftari i kishte bashkuar të gjithë në një sofër të vetme. Shumë më konë tradit shumë atëherë i thjeshin iftar, mes kur bëjshin këtë lagja, për iftar vike një mësafir, këtë lagjën e thirke hoxën, këtë katunin vishin bashkë edhe bëjshin iftarin. Pa, u konë, pa të panin e kemë pas regullisht e kemi pas të panin për iftar edhe në sëfir kur milion. U konë regullisht të panin e ka lejmërue.